sepse UÇK-ja nuk qëndron me këto protesta dhe me këto veprime të cilat janë duke u kryer atje. Domethënë që përdorimi i flamurit të tillë ose i emrit të UÇK-s i dedikohet kryesisht njerëzve të ndryshëm të cilët mendoj unë janë në shërbim të hujve e që ka për qëllim të tregu gjëja popullit shqiptar se UÇK-ja me protestues dhe se duhet të gjithë më ngrit në kam për arsye se Shqipëria është në rrezik, Shqipëria është pranë kapitolimit, Shqipëria është në gjendje tremende ekonomike, shoqërore, sociale, për të cilën ne dim gjendjen e cila është atje, dhe se duhet domosdoshmë të harxojmë, jo me pasa, edhe me anë mekanizmave të veprimeve të dhunës, këtë qeveri dhe të marrë dorë. Kështu marrë dorë pushtetin tani. Cili subjekt do të dalë dhe të merr pushtetin? Pra, edhe diçka profesor tek ajo që ju shikoni që ka shqiptarë të Kosovës që duan t'i bashkohen protestës, pra pavarësisht këtyre skenarëve? Jo, shqiptarë të Kosovës ka, sepse ne kemi mjaft të njerëz të shqiptarë të Kosovës që janë në shërbim të shtetit serb. Pra, ata që janë në shërbim të shtetit serb, ju thoni që duan t'i bashkohen kësaj për të sjellë më shumë. Ata që janë në shërbim të shtetit serb, derisa nuk e kanë pyetur Ovelen, kanë dalë në emrin të UÇK-s dhe kanë përdorur flamurin e UÇK-s, pavarësisht kush është aty, nëse është edhe Muhamet Kelmendi, atëherë dy rrugë janë, ose nuk e ka analizuar Muhameti mirë rrugën dhe qëndrimit, ose Muhameti është në shërbim të hujve, i cili ka për qëllim të kriju konflikte dhe mosmarrëveshje të cilat janë të natyrës së rëndë në Shqipëri. Pra ne na e bëj thirrje dhe natyrisht UÇK-s i bëj thirrje sepse jam edhe në UÇK dhe jam edhe një themelues të saj, që mos të bëhet në shërbim tas kujt hiç, të ruajmë vlerat e veta, të ruajmë vlerat e luftës, vlerat të cilat i ka pasur në histori parashërinë në Kosovës, dhe ne kemi boll punë tjera me bërë, pa shku atje dhe më përzirë në punë të tilla të cilat mund të jenë shumë konfliktoze në Shqipëri dhe mund të sjellin probleme të ndryshme. Ne kemi probleme në Kosovën lindore, ne kemi probleme me Sanxhakun, ne kemi probleme me shqiptarët në Maqedoni, ne kemi probleme me Plavë Guçi, ku pothuajse të gjithë shqiptarët e tjerë nuk flasin shqip, po flasin gjuhën bosnjake. Pra ne kemi probleme si Kosovë mjaft të natyrës tjetër. Dhe edhe Shqipëria ka në probleme të natyrës tillë. Nuk kemi nevojë të krijojmë situata të cilat janë të rrezikshme dhe dëmtojnë një sistem i fuqinë të cilën e ka Shqipëria, aktualisht i krijuar drejt integrimit në kodrat të Unionit Evropian. Sepse demokratat janë duke bërë një punë shumë të dëmshme kundrull Bashkimit Evropian, forcave të ndryshme, sepse japet një rëndësi shumë të madhe, që atë japin kuptuar se përsëri agendat dhe shërbimet të ndryshme vune veprime edhe në botën jashtme, këtu natyrisht në rol të madh duke luajtur Greqia, Irani dhe Moska dhe Rusia nëpërmes elementeve të vet, Greqia nëpërmes mjeteve të ndryshme të informimit me çdo lloj shkrimi të cilët e ka kapluar Unionin Evropian, kanë bërthyer në Unionin Evropian, duke treguar se Shqipëria është shtet i destabilizuar, shtet jo i aftë, shtet jo stabil, nuk e meriton me qenë në Bashkimin Evropian, a këtë interesat e Greqisë të dy fishta. Të sidomos në jug. Pikërisht, a këtë interesat të dy fishta, pretendimin ndaj jugut dhe dëmtimi mos me lejuar që të vijnë investimet në Zvenec, sepse e dëmton ekonominë greke. Këto janë fakte të cilat ne i dim. Pra ne protestuesit në Tiranë duhet të protestojnë, duhet të demonstrojnë, të jenë të qetë, të jenë të ekuilibruar, mos të dëmtojnë shtetin dhe shoqërinë dhe të krijojnë sa më parë një subjekt në emrin të të cilit subjekt në emrin të demonstruesve që mund të flet në emrin të tyre. Profesor, edhe diçka kam të lutem, e para si mbyllet kjo, e gjitha shpëton Rama dhe e ka trazuar pak situatën Tiranë dhe heqja non grata së Berishës. Kjo do të thotë që puna me heq Ramën, mos me heq Ramën, sepse Shqipëria nuk duhet të lidhet me një subjekt apo me një person fizik. Qoftë në non grata që ju ka hequr Sali Berishës, qoftë zotit Rama që është kryeminist. Për arsye se Shqipëria nuk është Edi Ramës dhe as Sali Berishës. Shqipëria është e shqiptarëve dhe zgjedhjet janë mbajtur. Dhe ato zgjedhje duhet të respektuar, nëse duhet të shkojnë në zgjedhje të reja, atëherë është rrugës që protestuesit sa më parë të krijojnë subjektin në mënyrë që të kenë mundësi me elaboruar kërkesat e tilla veta dhe me kërkuar nëse është nevojë zgjedhje të reja. Dhe këtë vetim pastaj të shohim veprimin përgjigjen e zotit Rama kundrull situatës që krijohet.
Po për Berishën kemi ndryshim kursi të SBA-s në raport Rama-Berisha me heqjen e kontratës? Kjo është rezultat të cilin e kemi pritur ne me kohë për veti dhe në Kosovë me shumë shokë të tjerë që bisedoj edhe me shumë faktorë të ndryshëm. Me ardhjen e Trumpit në pushtet ne kemi pritur se Trumpi gradualisht do të shkojnë dhe të heqë në ngratën. Dhe ishte momenti i dur tash kur Edi Rama pat nevojë për përkraje nga mbrëmja në Shqipëri për Zvenecin, sepse është një investim i madh për 4 miliardë euro, për të cilët zoti Trump dhe familja Trump ka interesa të mëdha ekonomike dhe financiare. Zoti Berisha shfrytëzoi këtë moment, duhen mbrojtjet e politikës së qeverisë në Shqipëri të zotit Rama dhe natyrisht si përgjigje për punën e tillë, zoti Trump të heqi në ngratën dhe shpallit të tillë. Kjo është zonë normale dhe interesat të cilat përputhen dhe kështu veprohet. Profesor, për ta mbyllur të lutem, është e parë që ne flasim kaq pak për Kosovën, por na kupton situata në Shqipëri, por nuk do ta mbyllim bisedën pa ju marrë mendim. Kosova si është? Kosova është mirë për mendimin tim. Në Kosovë është krijuar një situatë e tillë ku forcat politike të cilat kanë dalur nga zgjedhjet e qershorit ju ka dhënë popullin me kuptuar se nuk mundën vetëm për vetëm të ndërtojnë shtetin, pushtetin shtetëror, po ju duhet një koordinim i punëve me subjekte tjera, ju duhet një koalicion i mundshëm me një apo dy subjekte për të zgjedhur kryesin dhe kryetarën e kuvendit, qeverinë dhe presidentin. Kundërtën, çdo kush që pretendon me bën një pushtet vetëm për vetëm, nuk i do ketë numrat dhe në fund përsëri do të shkojmë në zgjedhje, ose në fund të gushtit të viti, ose në fund të nëntorit dhe torit të viti, në qoftë se kem ngulin që unë kështu du me bodë s'ka të nuk tjetër. Profesor, si gjithmonë kënaqësi biseda me ju, edhe për gjithçka që folëm, për gjitha mesazhet, opinionin, analizën tuaj, në emër të publikut tonë, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Ju falenderoj këtë dhe ju uroj ju çdo të mirë dhe suksese. Dëshiroj që në Shqipëri të shëndoj paqja, kërkesat të jenë shumë të qarta sikur kanë qenë disa prej tyre në fushës ekonomike, sociale, shoqërore, punësimit, keqpërdorimit, pushtetit të tjera, të krijojnë protestuesit në subjekte të tyre, të protestojnë në mënyrë të qetë, pa dëmtuar shtetin se shteti është i yni, objektet janë tonat, populli është i yni dhe nuk kemi ku shkojmë. Dhe në këtë drejtim dëshiroj suksese. Faleminderit shumë, profesor. Kaloni mirë.